Dhe komunikatat e UÇK-s nuk kanë qenë nxitse të krimit, sepse në të kundërtën dëshmitarët ndërkombëtar që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje do ta kishin ditur këtë dhe do ta kishin bërë me dije për ju. ZPS-ja ka dështuar të jap prova që komunikatat kanë shuar në avancimin e politikës së NPK-s. Cila është prova e ZPS-s që çon në këtë lidhje shkak pasojë midis komunikatave dhe krimeve të akuzuara. ZPS-ja duhet të provojë që komunikatat kanë qenë një kontribut domethënës për sa i takon krimit të krimeve të ngritura në akt akuzë dhe jo thjesht të pretendojë që kanë qëllim të përbashkët, siç pretendon ZPS-ja. ZPS-ja së pari mbështetet në provat e dhëna nga komandanti Remi për të mbështetur pretendimet që komunikatat ishin kontribut shumë i rëndësishëm për krimet e ngritura në akt akuzë. Së pari, sikurse thuhet në çështjen e ZPS-s, Remi ka komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë me shtabin e përgjithshëm. Dhe nuk ka patur prova të drejtë për drejtë që ka ekzistuar një plan i tillë, nuk ka patur prova të takimeve ku është diskutuar ky synim, nuk ka dokumente shkresore që të tregohet që është rënë dakord apo është diskutuar ky synim, nuk ka dhënë dëshmi asnjë dëshmitar lidhur me ekzistencën e këtij synimi. Në fakt, secili prej dëshmitarëve që ka patur mundësinë që të flasë me këtë çështje e ka hedhur poshtë teorinë e ZPS-s të më keq. ZPS-ja nuk i ka përpyetje për këtë asnjë dëshmitari. Qoftë se në shtabin e përgjithshëm ka ekzistuar një KP, nuk ka patur mundësi që ai të mos ketë patur dieni lidhur me këtë çështje. Dhe urdhri i tij në provën 129 përcakton që ka ekzistuar një deteksion i arsyeshëm që nuk ka patur në KP dhe ai nuk ka marrë pjesë në asnjë në KP. Si mund Zyrapi që ka lëshuar shumën prej urdhrave të mos ketë patur dieni lidhur me ekzistencën e kësaj politike